Pri Film Fest, apo i njohur ndryshe si Festivali i Filmit në Prishtinë, përmbyllën një tjetër edicion të suksesshëm duke arritur ta kthejë kryeqytetin në qendrën e kinematografisë për 6 ditë me rresht. Ka shku pa ndonjë telashe dhe pa një problem, edhe ja sot jemi nata e fundit. Momentalisht është duke shku filmi i fundit, që është filmi i Luana Bajramit, Bota Jonë, që është një film jashtëzakonshëm që ka pas premierën në Festivalin e Benedikut, edhe me të cilin film e përmbyllim festivalin dhe pas filmit do ta mbajmë edhe ceremoninë e ndarjes së çmimeve me cilin edhe përfundon edicioni i 16. Prifesti është feste e jona e gjithë komunitetit artist, posaçërisht atyre që merren specifikisht me filmin. Edhe unë këtë vitin e kaluar kom hap dhe e kom mbyll Prifestin si një koqire e Prifestit. Edhe këtë vit jam kam qenë antare e jurisë filmave të metrazhit të mesëm. Ka pas shumë artistë ndryshëm që kanë ardhur dhe ka pas shumë agjenta për aktorë, diçka që është shumë e mirë. Edhe mu vjen keq disa prej artistëve të cilët kanë hup mundësinë për me u taku me shumë agjenta, me casting directors, me njerëz që kanë influencë në industrinë botërore. Kështu që kjo është një diçka shumë e mirë, unë pata fatin me i taku pavarësisht që s'pata mundësi me qenë pjesë atyre workshopave. Mirë po, dyrët e Prifestit janë gjithmonë të hapura dhe ato vetëm të sjellin se cilën herë risi dhe kjo është e mirë. Domethënë për mos me hu asnjëherë as si pjesëmarrës, as artist, as publiku i lënë. Ky shmim se për shmimet kanë një domethënie sidomos për ne filmues dhe artistëve. Domethënë kjo është ndoshta një mirënjohje si një satisfaksion për këtë punën që kemi bërë gjatë këtij projekti filmik. Realisht e vlerësoj shumë nga Fatusi që ma ka mundësu se di, domethënie e madhe se prezentova filmin Out of Competition, kjo është, si me thonë, nder për tonë punën që e kumbaj ju vetëm për këtë film, kështu që merr shumë mirë.